Debat jashtëpërmes Gertës dhe Laertit, tensioni shpërthen në shtëpinë e Big Brother. Mbrëmja nisë qetë në shtëpinë e Big Brother, por pa pritur një debat i fortë shpërthen mes Gertës dhe Laertit, duke i lënë banorët të habitur nga intensiteti i përplasjes. Gerta, e nervozuar nga disa komente të Laertit, i ngre zërin dhe i thot Prerazi, ti je një manipulues i pa skrupull. Nuk mund të durosh askënd që të kundërshton dhe vetëm luan me njerëzit këtu brenda. Laerti, i qetë në fillim, buzëqesh me ironi dhe i përgjigjet, po shiko kush flet. Ti je personi më i hidhur këtu, gjithë ditën duke kritikuar dhe ofenduar të tjerët. Mos kujto se je më e mira. Gerta nuk përmbahet më dhe, me një ton gjithnjë e më të lartë, i drejtohet, ti nuk ke as ndjenja, as ndërgjegje. Je thjesht një psikopat që sillet sikur i di të gjitha. Manipulon, ofendon dhe bën lojra të pista me njerëzit. Banorët mbeten të habitur nga fjalët e saj, ndërkohë që Laerti ngre vetullat me ironi dhe i afrohet duke thënë, ah, psikopat? Po ti moj Gerta je një shpirtkeqe që vetëm për veten tënde mendon. Ti s'ke bër asgjë tjetër këtu përveç se ke futur përçarje mes njerëzve. Gerta, tashmë e acaruara në maksimum, tun kokën dhe i thot, të paktën unë nuk shtirem si ty. Ti je i rrezikshëm, sepse bën sikur je i sjellshëm, por në fakt je një mashtrues i madh. Situata bëhet gjithnjë e më e tensionuar. Banorët përpiqen të ndërhyjnë, por Gerta nuk ndalet. Ti nuk ke fare karakter. E kupton që askush nuk të beson më. Ti mendon vetëm për lojën tënde dhe as që të intereson kush lëndohet rrugës. Laerti, tashmë i nervozuar, bërtet, dhe ti kujton se je më e mirë? Ti je një hipokrite që flet për moral, por në fakt je e pabes. Gjithë ky viktimizim yt është qesharak. Disa banorë përpiqen të shuajnë debatin, mjaft tani, po e teproni. Thot Rozana, duke tentuar të ndaloj përplasjen. Por Gerta dhe Laerti vazhdojnë të debatojnë, ndërkohë që tensioni në shtëpi arrin kulmin. Pyetja që mbetet është, a do e kalojnë këtë përplasje, apo ky debat do t'i kthejë ata në armiq të përhershëm?